se këtu kanë nejt, do të thotë burrat, këtu e kemi një gjenealogji të familjes Avdyli, do të thotë e thojmë trunguj familjar, e kemi vendosur që kushdo që e viziton po përafërsisht prejardhjen e familjes edhe në sa breza, do të thotë ka qenë Avdyli i parë, Tahiri, Misini, Tahiri, Musa, prej nga rrjedhin e degëzohen pastaj Avdyli dhe Tahiri. Tahiri ka qenë katra gjyshin, do të thotë vllavi i Avdylit, dhe në kohën e Turqisë kur janë kërku ushtar atëherë, Avdyli do të se është kërku me shku ushtar, për hir që Avdyli ka qenë më i ri, ka kërku Avdyli me shku në vend tij. Atëherë është përdor një shprehje bedel, do të thotë me shku në vend tjetër ku ushtar. Edhe thuhet se mon nuk është kthy, ose është vrarë në luftën e ruso-turke, që i thonë në popull njihet si lufta e plemës vogël, ose është vrarë atje, ose ka mbet diku në Turqi, po kur nuk dihet për